Në poligonin ushtarak të Forcës së Sigurisë së Kosovës Babaj të Bokës, sot është mbajtur dita vizitorëve për ushtrimin fushor Ujkush i Gjet, i cili ka qenë duke u zhvilluar atë. I praneshëm për të parë nga afër demonstrimet finale të përgatitura për këtë ditë nga trupat e Forcës së Sigurisë së Kosovës, ishte ministri në detyrë i mbrojtjes Ejup Maqedonci dhe komandanti i FSK-s, general-lejtnanti Bashkim Jashari. Ministri Maqedonci tha se sot po përmbyllet një prej objektivave kryesore të planit zhvillimor të Forcës së Sigurisë së Kosovës për certifikim të kapaciteteve të këmbësorisë. Sot po përmbyllim një ndër objektivat kryesore të planit zhvillimor të Forcës së Sigurisë së Kosovës, atë të certifikimit dhe validimit të gjitha kapaciteteve të këmbësorisë, pra regjimenteve të këmbësorisë të Forcës së Sigurisë së Kosovës. Pra me këtë ushtrim ne po përmbyllim një fazë dhe po kalojmë në një fazë tjetër për cilën vetëm i kemi marrë masat dhe jemi duke u përgatitur për ta finalizuar. Me këtë rast, falenderoj dhe përgëzoj komandantin e Forcës së Sigurisë së Kosovës, general Jasharin, për punën e jashtëzakonshme dhe angazhimin e pashembull për të arritur objektivat pavarësisht sfidave edhe vështirësive që kemi pasur gjatë këtyre viteve. Me këtë pra, ne po përmbyllim një fazë dhe po kalojmë në një fazë tjetër dhe dytë bashkë jemi falenderues për gjithë ushtarakët e Forcës së Sigurisë së Kosovës për angazhimin e pajepur në arritjen e objektivave për sistemin tonë të mbrojtjes. Me këtë rast gjithashtu falenderojmë edhe ekipet nga ushtria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të cilat kanë qenë vazhdimisht krah zhvillimit të Forcës së Sigurisë së Kosovës edhe në këtë ushtrim, pra edhe këtë ditë kur kemi ditën e vizitorëve të shquar, ata janë pjesë e organizimit dhe pjesë e bashkëpunimit dhe vlerësimit të Forcës së Sigurisë së Kosovës. Investimet e qeverisë në mbrojtje, në armatim, personel, trajnim dhe infrastrukturë janë një mbështetje shtesë për kapacitetet e Forcës së Sigurisë së Kosovës në arritjen e objektivave që kemi përpara. Prandaj, gëzuar komandant dhe gjithë pjesëtarët të Forcës së Sigurisë së Kosovës për këtë arritje të jashtëzakonshme. Kujtojmë se ushtrimi fushor Ujkush i Gjet është zhvilluar nga Forca e Sigurisë së Kosovës përmes regjimentit të 3 të komandës së forcave toksore. Gjatë këtij ushtrimi testohen aftësitë e kapaciteteve luftarake të njësisë në nivel taktik, me qëllim që të vlerësohet gatishmëria operacionale dhe përmbushja standardeve të kërkuara për validim. Përmes ushtrimeve të tilla, FSK vazhdon të demonstrojë përkushtimin ndaj ngritjes së kapaciteteve profesionale dhe operacionale në përputhje me standardet e forcave moderne të mbrojtjes.